Përshëndetje miq, atëherë po mendoja të ndaja diçka me ju në këtë rast. Atëherë, besoj gjithsecili nga ne në reflektim e sipër, besoj ndoshta ka menduar apo bëj diçka të mirë dhe të hajrit për jetën time. Kështu që besoj se cili prej nesh, nëse sigurisht se nuk po them se nuk kemi arrit ato gjëra që realisht ja vlen për ta falenderuar veten, por në rastin konkret do dëshiroja të vija në dukje të paktën besoj a kemi bërë ndonjë gjë që mund ta quajmë si mrekulli në jetën tonë që nënkupton të dalim nga ato vuajtjet që janë të panevojshme që i mbajmë si barra gjatë përditshmërisë. Që do thotë që i mbajmë si pesha që duhet i lëshojmë një momente më parë që mos ta bëjmë rrugtimin bashkë me ato peshat, sepse dihet që sa më pesha të mbajmë, aq më le të themi të ngadalt jemi dhe madje ndonjëherë jemi sikur na kanë lidhur madje ato ngarkesat apo peshat që gjithsecili nga ne i ka, kush më shumë e kush më pak. Por në këtë rast doja të thoja që madje kur arrim të kuptojmë daljen nga vuajtjet, do thotë që jemi vedisuar drejt diku, saqë e kuptojmë se vuajtja sipas këndvështrimit tim dhe përshtypjes time është karakteristik e paditurisë, që nënkupton në të gjitha aspektet, sepse kur arrim të kuptojmë diçka se si funksionon dhe e zotrojmë dhe e zbatojmë tek jeta jonë, e kuptojmë që s'është e nevojshme të vuajmë. Kështu që mirë është që të reflektojmë ndaj kësaj teme dhe madje gjatë jetës sonë të bëjmë ato gjëra që realisht na vijnë natyrshëm, por mbi gjitha pse jo, që na çojnë gjithnjë në versionin ton më të mirë të mundshëm dhe madje t'ja vlej, sepse kur bëjmë ato gjëra që duam realisht me zemër, ja vlen le themi kostoja që do paguajmë ndaj tyre. Kosto nënkuptoj që jo lek me dojmos, por kosto do harxhosh mund, kohë le themi përpjekje për ta integruar te vetja dhe për ta bërë le themi stil jetese, sikurse secili e di vet ça i ka të nevojshme dhe ça e frymëzon për të bërë atë jetën që ëndërron dhe dëshiron. Pastaj procesi dihet do ta bëj secili nga ne. Kështu që mbajini mend, sa më shumë mrekullit keni bërë tek jeta e juaj, aq më vetbesim dhe të vlefshëm ndjeni në gjërat që realisht i keni bërë tashmë le themi pjesë të jetës suaj. Kështu që ditë mbar.